Bishi. Me brëma kushtim faleminderit për ftesën. Natyrisht flasim në fillim për stërvitjen në kuadër të Defender 2025 FSK për krah ushtrisë amerikane dhe vendeve të tjera anëtare të NATO-s. Çfarë rëndësie ka për FSK-n, për ushtrinë e Kosovës kjo stërvitje? Po kjo ka rëndësi të veçantë, ka se është ushtrimi më i madh në 10 vitet e fundit, pra pasi që ne u përjashtuam 30 para përfundimit në Defender Europe 2023 për shkak të masave apo mos ndërmarrjes të masat të shtensionimit, dhe kjo pat pak edhe efekte negative, por që disi u kompenzue me vendet të fësinjës në Shqipërinë dhe vendet tjera që janë në NATO, pra që një formë u rikuperum këtë pauzë pra të mos kyçi gjithësisht sankcionet që u vunë për shkak të situatës vitit 2023. Mendoj që pjesëmarrja FSK-s me 900 ushtarë në këtë edhe të jem një koqir, pra kjo e bën pra të veçantë Kosovën në një situatë kur situata edhe globale dhe regionale është jashtëzakonisht e tensionuar, jo vetëm nga lufta apo invazioni rus në Ukrainë, por gjithsesi edhe në aspektin global. Kështu që tash është sistemi integruar mes Afrikës edhe Europës edhe bashkëveprojnë forcat. Këto janë zhvilluar në 3 rajone të ndryshme, duke filluar nga me destinacione ndryshme, nga pjesa e Baltikut, në pjesën e pra Ballkanit Perëndimor, për cilën edhe FSK-ja merr pjesë, por edhe në pjesën e Rumunisë, nga vetë rreziku i mundësisë së zgjerimit konfliktit. Çfarë do thotë për FSK-n, për ushtarët e Kosovës, ky ushtrim fushor me ushtrit të tjera për krah SBA-s dhe vendeve të tjera të NATO-s në përgatitjen, në aftësimin edhe më të tjeshëm të ushtrisë? Po kjo ka rëndësi veçantë nga se është një situatë sa më afër kushteve të luftës, nga ajo dhe bëhet edhe certifikimi edhe i pra ushtarakëve, po njëkohësisht njësiteve, pra luftarakët deri pra kompania, Togo kompania deri edhe te regimenti, kështu që ajo ngjeshje ka shkaktuar ndoshta pak një vakum ka bërë, mirë po angazhimi në këtë bën një rikuperim të domosdoshëm edhe të nevojshëm që ne të jem krah me pra forcat e NATO-s. Në parë dhe ditë që në këtë ushtrim ku morën pjesë 12.000 pra ushtarë, 4.000 pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa 8.000 nga gjitha vendet, duke përfshi pra edhe Slovakinë përveç vendeve të Ballkanit. Edhe normal Kosova pra ka kaluar gjitha ato edhe në aspektin e trajnimeve, edhe në ngritjeve kapacitete profesionale, po edhe standardizimit ndërveprimit me forcat e NATO-s. Kështu që kjo në aspektin praktik është sa më afër kushteve reale të luftës. Si ju duk ky realitet praktik, pra sot që ndodhet në këtë ushtrim fushor, përballja me një sulm